Në veri të Podujevës, ku era e lapit prek kufirin, shtrihet shtedimi, si roje mes fushës e malit, afër merdarit, që ka parë shumë u dhe shumë fate. Në verë dielli digjet, por zemrat punojnë, ndërtojnë rrugë, shtëpi e ndriçim për netët e gjata. Në mbrëmje, ndizen dritat si yje mbi kodra, e qetësia flet gjuhën e lapit, atë të paqes që vjen pas mundit. Në shtedim, ndodhi një nga ngjarjet që u gdhen në historinë e Kosovës. Më 12 maj 1989, gjatë tensioneve të mëdha politike, Alia Jeti, një patriot nga Sveqla, u vra nga forcat serbe. Ai u plagos për vdekje nga zjarri një helikopteri ushtarak serb, pikërisht mbi qiellin e shtedimit, ku kërkohej ta ndalonin për shkak të veprimtarisë së tij abdetare. Në shkollën e shtedimit, përveç nxënësve që mësojnë sot për botën moderne, ruhen kujtimet për 2 nxënës të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe. Përmendorja në obor të shkollës flet qartë. Fëmijë që se pan kur paqen, por që u bën pjesë e historisë së një populli që s'u dorëzua. Në çdo mëngjes përballë asaj përmendoreje, tingëllon zëri i mësuesit që kujton. E brezat mësojnë se edhe shkronjat kanë gjak kur mbrojnë liri. Thot, shtedimi është fshat i gjallë, me njerëz të kthyer nga mërgimi, me rrugë të asfaltuara e ndriçim publik. Një vend ku përzihen kujtesa dhe zhvillimi, ku dritat e shtëpive ndriçojnë tokën e gjakut e të krenarisë. Ku era që vjen nga merdari kujton të kaluarën, por frymon për të ardhmen. Shtedimi është fshati që nuk jeton veç për bukën e ditë, por për nderin e brezave, një cop toke që flet me gur, me kujtime dhe me krenari. Një vend ku çdo hap përzien hijen e skaluarës me dritën e shpresës së nesërme.